117 vite më parë, lindi problemi. Në një shtëpi Gjirokastës, jo larg atij që njihet si Sokaku i të marrëve, lindi Enver Hoxha, njeriu që pa mbushur ende 35 vjeç pas luftës së dytë botërore, do të kthehej në njeriu më të fuqishëm të Shqipërisë që prej epokës Ahmet Zogut. Enver Hoxha, një person me një rini deri diku liberale, do të kthehej pas vitit 1944 në një diktator të ashpër, jo të vetmin, të perandorisë së kuqe, dominuar dhe ndikuar nga Bashkimi Sovjetik. Por në mënyrë se si ai drejtoi Shqipërinë në 44, përfshirë dhe luftën, ai u tregua një kameleon i vërtet që flirtonte me polet e pushtetit kur nuk ndjehej fort dhe një vrasës i ftohtë kur ndjehej në majtë të tij. Në emër të pushtetit i absolut, Enver Hoxha nuk kurseu asnjëherë familjes, bile dhe as shok dhe kolegë të cilët i kishin shpëtuar jetën, duke shfaqur kështu një version edhe më të ashpër se Stalini apo Mao dhe as pak parimore largpamës si Lenini apo Deng Xiaoping. Kur vdiq, la një Shqipëri të varfër, të polarizuar me bllokun, me një parti të dobët, por me një sigurim të frikshëm, më konkurrent për nga egërësia, vetëm me sekuritaten e Ceaușescut. Në burgjet e komunizmit vdiqën 10 mirave, të paktën sipas shifrave zyrtare, ndërsa qindra mira të tjerë u burgosën, u persekutuan dhe u internuan. Shqipëria e Enver Hoxhës ishte gjithashtu Shqipëria e bunkerëve dhe të pastreve. Por ishte gjithashtu Shqipëria e elektrifikimit, e veprave të mëdha hidroenergjetike që edhe sot ndezin llampat dhe kondicionerët tanë. Ishte Shqipëria një sistemi të fortë arsimor, por për këtë është një test i thjeshtë akademik mes një 50 vjeçari dhe një 30 vjeçari. Ishte Shqipëria një sistemi shëndetësor ku mungonin mjetet, por nuk mungonin mjekët. Mjek që sot nuk i gjen më as në Tiranë. Shqipëria e Enver Hoxhës ishte Shqipëria e izolimit total, por shumë po mendojnë se dinjiteti i shtetit sot ishte si një palë brekt vjetra të lëna në përkëmbë se sa merite këtyre që na qeverisën pas Enver Hoxhës. Dhe me që po flasin për këta që na qeverisën pas Enver Hoxhës, ata janë një renegat i tij, një ish komunist që i mjekonte zemrën dhe djali një bashkëdrejtuesi të shtetit të tij. Për më shumë jo rrallë kemi parë se sjelljet e këtyre që e pasuan, përfshirë jo dhe aq mirë, adhurim në mos për Enverin, po për enverizmin. Pra shtrohet pyetja çfarë është enverizmi dhe ka ardhur koha e një gjykimi historik për të? Dikush thotë se është akoma herët, pasi brezi bashkohës me të është akoma gjallë. Dikush thotë se është shumë vonë për të bërë gjyqin e dikujt që ka mbushur 40 vjet që ka vdekur. Ka të tjerë që mendojnë se ka ardhur koha që ai të rivlerësohet me të mirat dhe të këqijat e tij. Por pak ditë më parë, një njoftim në duke i pafajshëm i administratës së kuvendit për figurat e lindura në tetor, e klasifikonte Enver Hoxhën ndër të tjera si hero të popullit, një titull që ai në fakt ja kishte dhënë vetes 3 herë. Një njoftim që solli një reagim të fortë nga ish-burgosurit politik dhe një ndjesë nga kuvendi, por nga administrata, pra jo një ndjesë me peshë politike. Por a ka kaluar kohë mjaftueshëm për t'i bërë një gjyq historik figurës së Enver Hoxhës? Pse sot 10 mirat vrarët nga komunizmi dhe 10 mirat vrarët nga vitin 97 duken si shifra që s'paku mund krahasohen me njëra tjetrën? Në fund fare, faji për vrasjen dhe vdekjen e tyre, në të dy rastet, ishte sërish shteti. Dhe a mund t'i bëhet gjyqi një periudhe historike duke u nisur vetëm nga përfaqësuesi më i dukshëm i saj? Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Ristori, mora përsipër ta diskutoj këtë temë, jo fal guximin tim se sa paneli nderuar të cilin kam sot në program. Plum Xhufi historian, mirëmbrëma zoti Xhufi. Mirëmbrëma. Maringlen Kasmi, mirëmbrëma Kasmi. Mirëmbrëma. Lek Ndoj, një kolegu im shumë i lashtë dhe i vjetër që në kohën e rrotështos fillim vitin 90, mirëmbrëma Lek, dhe miku im Erald Kapri, historian, po njëkohësisht tashmë deputeti më i ri i zgjedhur i kuvendit të Shqipërisë me partinë Mundësia. Mirëmbrëma Erald, kënaqësi t'ju kem në program. Maringlen, po e nis nga ty pasi bashkë nisëm dhe diskutimin e kësaj dhe pyetja është e njëjtë ajo e fundit të editorialit tim. A mund t'i bësh dot gjyqin e Enver Hoxhës kur spaku nuk e di për Eraldin, po spaku ne 4 tjerët e kemi jetuar në kuptimin të plot, në rëgjeshëm atë periudhë. Pra, a mund t'jemi ne objektiv gjykojmë? Nëse i referohemi shumë i ri se ne. Nëse i referohemi në mënyrë strikte shkencës historisë, sigurisht që afatet janë përmbushur, sepse ne themi në histori që nëse kanë kaluar 20-30 vjet, afërsisht nga mbarimi i një periudhe apo një ngjarje apo fenomeni, në pikpamje shkencore kjo ngjarje trajtohet. Sigurisht brenda 20-30 vjeçarit është ende politik dhe gjërat me drejt, sikurse edhe ju e thatë,
nuk mund të trajtohen në mënyrë objektive, por nëse i referohemi kësaj periudhe, Enver Hoxhës në veçanti dhe periudhës themi të komunizmit nga viti 45 deri në 90 në Shqipëri, sigurisht që kushtet historike dhe shkencore për ta trajtuar këtë temë janë pjekur, është plotësisht e mundur që të realizohet. Sigurisht që nëse vim pastaj në trajtimin të njëri historian apo të tjetri, aty mund të kemi ndryshime, ndoshta në mënyrën se si i qasen analizës, si e trajtojnë, por në pikpamje të mirëfillt shkencore, kjo kohë është arritur edhe me sa duket, përveç se kohës historike, po piqen edhe kushtet shoqërore, po themu në thonjza, sepse këtu kam parasysh që deri para, themi ndoshta 10 vitesh, ishte tabu edhe përmendja e emrit Enver Hoxhës, se jo më të organizoheshin edhe diskutime në media e kështu me radhë për këtë personazh historik të Shqipërisë, i cili ka dominuar një pjesë të mirë të historisë moderne të shtetit shqiptar. E me gjatë Erald, pak ditë më parë, një reagimi që shumë i ashpër, për shkak të një njoftimi temi formal të administratës kuvendit për figurat, ose të paktën duke ishte formal, dhe sigurisht ajo që të binte sy ishte pikërisht ai cilësimin në fund, heroi popull etj. Këtu pastaj reagimet që janë shumë të ashpra, u detyrua administrata të rishte. Edhe kryetari i kuvendit kërkoi ndjesë. Edhe kryetari i kuvendit kërkoi ndjesë në seancë. Pra, kërkimi ndjesës një farë mënyrë tregon çfarë? Tregon kompleksin e të majtës, apo tregon faktin që ndoshta është që bën një gafë të madhe, sepse nuk mundet të futesh Enver Hoxhën tani në parlament. Domethënë, se këtë çështje kam ngritur unë i pari, ditën e premte ka ardhur maili nga biblioteka e kuvendit, instituti parlamentar, ku listonte figura historike të lindura në muajin tetor, sigurisht me idenë që deputetët mund të nderojnë, mund të bëjnë diçka për to. Dhe mes tyre ishte edhe emri Enver Hoxhës. Unë e lexova atë, prita në një reagim dhe pash që për disa ditë nuk po ndodhte asgjë. Ditën e diel kam bërë unë një reply të gjithë deputetët, edhe administrata, duke cilësuar atë një skandal, edhe kërkova me një ndjesë dhe të tërhiqet ajo gjë. Më pas e dim si vajti vorbulla, që shkoi deri në pranimin e gabimit, nëse më ta quajmë shumë, nga kryetari i kuvendit dhe një ndjesë. Tani çfarë është e papranueshme? Sepse themi figurë historike. Ndaj Enver Hoxhës ka vetëm një qëndrim, nuk mund të ketë tjetër. Ka të njëjtin qëndrim që mban çdo komp perëndimor të diktatorëve të vet. Të njëjtin qëndrim që mban Gjermania ndaj Hitlerit, që mban Italia ndaj Mussolinit, që mbajnë shumë edhe të tjera të lindjes ndaj diktatorëve komunistë, duhet mbajmë edhe ne. Nuk mund të flitet këtu me dy standarde, jo, po ka disa të mira, ajo kështu. Enver Hoxha ka qenë figura që ka sjellë dëmën më të madh kombit shqiptar në periudhën moderne. Nuk ka pikë diskutimi për këtë gjë. Diskutimet e historianëve mund të diskutojnë në lidhje me shumë aspekte të jetës së tij politike etj., por qasja që ne duhet kemi si shoqëri, si institucione, është e qartë, kemi të bëjmë me një diktator gjakatar që pasojat e tij ndjehen ende sot madje në mënyrë të hatashme. Ishte prokurori i përgjithshëm para disa ditësh në komision dhe unë e kam pyetur, ka një çështje pezër për shembull. E dini që ka mira ende të zhdukur, pra konservat të zhdukur që nuk u gjenden dot eshtrat të vrarët e komunizmit dhe ende shteti shqiptar nuk ka bërë dot punën e vet që t'i gjejë t'ia kthej familjarëve. Ja një pasojë, sepse ka një ping-pong institucionesh për këtë çështje. Pa llogaritur pasojat e tjera, sepse edhe fakti sot që jemi një nga vendet më të korruptuara të varfra të Evropës, edhe me demokraci më të mangët, prej diktaturës më të egër të Evropës ka nisur. Kështu që më së pari të bëjmë dakord me parimin. Cili është parimi? Qasja jonë parimore ndaj Enver Hoxhës është kjo. Ishte diktatori përgjegjës për vrasjen e mira njerëzve, për diktaturën më të egër, dhe kjo nuk mund të ketë pikë diskutimi. Profesor? Pra qasja ndryshe është ta mbyllim, nuk është koha për të folur për të... Nuk është demokratike në radh parë, nuk është dhe një qëndrim do thosha prej historiani, se unë si historiani jam këtu. Unë jam dakord me atë që tha Mari Gleni që jam bërë 40 vjet apo jo që nga vdekja. Ndërkohë janë hapur arkivat, ndoshta arkivat hapen si thuash me grada si mas rëndësisë, por mund të bëhet. Domethënë, unë mendoj që deri tani për Enver Hoxhën kanë shkruar
ka qenë një, si thua, një objekt i publicistikës, se sa i shkencës. Po, janë zbuluar dokumente, fakte, janë zjerë. Merret një dokument, ose edhe njerëz cilët kanë mësuar në atë kohë, padyshim, që kanë shprehur edhe ata ndjenjat, përvojat e tyre negative apo jo me regjimin në përgjithësi edhe me vetë personin Enver Hoxhës. Por nuk mund të thuash tani që Gjermania, ashtu si Gjermania ka dënuar Hitlerin, dëgjosh Hitleri ka mbi shpatulla, sa i thonë një Vetëm me breka 35 milion jetë njerëzish dhe popuj të huaj. Shifrat të tilla e bën diskutimin. Dhe popuj të huaj, domethënë Hitleri ka pushtuar vende tjera, as bëhet fjalë. Enver Hoxha, kush është Enver Hoxha? Ç'është qase tani të lutem shumë. Ç'është qase? Kjo është prehistoriani, e thash në fillim. U flas si historian, ti tani flet si dikur. Po, a bie dakord me parimin që kemi të bëjmë me një diktator që ka lënë pasojat të rënda dhe ka bërë krime? Ky është parimi i parë. Nëse ne mund diskutojmë që vrau këtë, zvrau atë, e futi Miladini, se futi Miladini, është si që jam unë, i cili për Medi Frashërin, që ka qenë antar i regjencës, pra u implikua keq. Kam qenë unë që kam pranuar që të vijet një emër rrugë në Tiranë, duke ditur personin e tij. Çdo njeri ka në jetën e tij, nuk kemi ne figura të pastra. Është dhe një cikël biologjik i njerëzve, që në një moment janë... Pra, mendoni se do të ketë një rrugë për Enver Hoxhën? Tani, po të them për Medi Frashërin, po të them se kush jam unë. Medin Frashërin, Mitat Frashërin gjithashtu. Edhe për Mitat Frashërin ka një periudhë të lavdishme, ka një periudhë të fundit në cilin u implikua keq. Dhe Enver Hoxha, i po flasim ne, është drejtues i Partisë Komuniste, dakord? E cila propagandoi, organizoi dhe drejtoi luftën kundër pushtuesit nazifashist, që solli çlirimin e vendit, që solli shpëtimin e coptimit të mëtejshëm të Shqipërisë. Këto ju duhet i dini, që edhe në 46-ën, mund të diskutojmë. Edhe në 46-ën, në konferencën e paqes Parisit, u diskutua për të hequr Vorjo e Pirin në Thonjza, Shqipërinë e Jugut, dhe këtë kërkesë që paraqiti Pala Greke, ministrin e jashtëm. Që ka paraqit gjithmonë Pala Greke. E mbrojti dhe Britania e Madhe, ministri i jashtëm Bevin i Britanisë Madhe. Nuk janë shprehur asnjëherë. Dhe ka qenë vetëm zyrtarisht dakord britanik. Ka qenë vërtet e keti këtë? Zyrtarisht? Po me kë flasun atë? Për ndryshim kufish, zyrtarisht asnjëherë. Ka mbështetur kërkesën e Greqisë i vetmi vend, as Shtetet e Bashkuara, as Franca, Bashkimi Sovjetik jo, nuk e mbështeti. Britania e Madhe me ministrin e ka mbështetur, siç po të them unë. Kanë qenë për parim për të rishikuar kufit dhe asnjëherë nuk ka rënë dakord për një plan për coptim kufish. T'ja lëm neve se ne themi, t'ja lëm lexuesit ta... Në çfarë statusi ishte Enver Hoxha në konferencën e paqes? Më falta, në çfarë statusi ishte? Ai ishte me statusin e drejtuesit, e kryeministrit. Ishte i panjohur. Të një drejtuesi të luftës antifashiste në vendin e tij. I panjohur pra, i panjohur zyrtarisht si kreu i shtetit shqiptar. Se alatët perëndimor nuk e njeh. Ishte njohur me kusht. E nxorën jashtë ata Enver Hoxhën. Ore ishte i i dha fjalën i vëllai dashur. Më fal, kur u njoh Shqipëria shtet në OKB? Ore ai po pse s'të njofi OKB-ja edhe ti se ekziston, sa vende nuk janë ashtu. Po atje do ta bësh njohur zyrtare, patjetër. Ti je dakord me ata që na penguan ne të hyjmë në OKB? Unë jap më drejt të dy. Ti e di që na kanë penguar ne dhe ka qenë Greqia që ka penguar Shqipërinë të hyjmë në OKB? Nuk janë të drejta ata. E pra se kjo është gabimi juaj. Tani po të merremi që duke luftuar me Enver Hoxhën, harroni dhe hidheni